qira ditore dhe bujtinat që zhvillojnë aktivitet në Tiranë tashmë do të taksohen. Sipas një projekt vendimi të ri, skema e taksimit do të përmogaritet në bazë të xhiros vjetore të fitimit. Ish kryebashkiaku i Tepelenës Tërmet Peçi është duke u hetuar nga SPAK për abuzim me tendrat publik. Agjentët e Biros Kombëtare të Hetimit janë paraqitur në ambientet e bashkisë ku kanë marrë dokumentat të cilat mund të ndihmojnë në hetim. Presidenti Amerikan Donald Trump ka akuzuar Iranin se nuk pranon një marrëveshje për armët bërthamore, teksa ka paralajmëruar se do të përballet me pasoja nëse sulmet ndaj Izraelit nuk ndalojnë. Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në edicionin informativ këtu në TV-o. Shtëpitë që jepen me qira ditore në kryeqytet do të taksohen nga Bashkia e Tiranës, duke u përfshirë në sistemin e taksave të infrastrukturës arsimore dhe tarifave të pastrimit. Taksimi i tyre do të jetë proporcional në bazë të xhiros vjetore. Strukturat akomoduese me qira ditore si B&B dhe bujtinat, që deri tani nuk paguanin detyrime vendore si taksat e infrastrukturës arsimore apo tarifat e pastrimit, pritet të përfshirë në regjimin e ri fiskal lokal të propozuar nga Bashkia e Tiranës. Projekt vendimi i ri, i titulluar për disa shtesa dhe ndryshime në sistemin e taksave dhe tarifave vendore në qytetin e Tiranës, propozon që përveç hoteleve dhe moteleve, këto struktura të përfshihen në përllogëritjen e taksave me bazë të xhiros vjetore. Si do të llogariten tarifat për B&B dhe bujtinat, bazuar në vendimin ekzistues numër 158, datë 26/12/2019, këto janë skemat e reja që do të aplikohen. Tarifa e pastrimit për xhirot nga 0 në 2 milion lek, 5.750 lek në vit, për xhirot nga 2 deri në 8 milion lek, tarif fikse 11.500 lek, plus 1.150 lek për çdo dhomë. Xhirot mbi 8 milion lek, tarifa fikse 34.500 lek, plus 1.725 lek për dhomë. Bizneset VIP, tarif fikse 69.000 lek, plus 2.900 lek për dhomë. Taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore, xhirot nga 0 në 2 milion lek, 2.500 lek në vit, xhirot nga 2 deri në 8 milion lek, 4.000 lek në vit, xhirot mbi 8 milion lek, 17.000 lek në vit, bizneset VIP 32.000 lek në vit. Kjo do të thotë se një B&B me 5 dhoma dhe xhiro 3 milion lek do të paguaj tarif pastrimi 11.500 lek për secilën dhomë, që është e barazvlefshme me 17.250 lek, taks për infrastrukturën arsimore 4.000 lek, totali vjetor 21.250 lek. Depot farmaceutike, që më parë kategorizoheshin si shitje me pakic, do të riemërohen si subjekte të shitjes me shumicë në kategorinë magazina, dyqane, depo farmaceutike e të tjerë. Te kategoria e njësive të shërbimit, marangoz, kapucar, rroba qepës, floktor, orndreqës, shtohen edhe bujaxhin dhe hidraulikët, duke saktësuar se nuk klasifikohen si biznese ndërtimi. Për institucionet jo publike të edukimit, shkolla, qerdhe dhe kopshte dhe klinikat mjekësore, hiqet referenca për ndarjen sipas xhiros në rastin kur nuk kalojnë pragun e regjistrimit në TVSH për të shmangur kontradita në statusin tatimor. Projekt vendimi është ende në fazë konsultimi dhe nëse miratohet, pritet të hyjë në fuqi brenda këtij viti, duke ndikuar qindra biznese të vogla që operojnë me qira ditore në qytetin e Tiranës. Këtë të martë ka nisur procesi i rinumërimit të votave për zgjedhjet e 11 majit në Tiranë, por kandidatët e opozitës kanë ngritur shqetësimin për mënyrën se si po trajtohen disa fletë votimi, të cilat sipas tyre janë të parregullta, por po i kalojnë në favor Partisë Socialiste. Në Pallatin e Sportit Fari e Hoti në Tiranë ka nisur sot rinumërimi i 2323 kutive të votimit për zgjedhjet e 11 majit, në zbatim të vendimit të Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve. Procesi po zhvillohet në 24 tavolina numërimi, me mbikëqyrjen e vëzhguesve të autorizuar nga Partia Demokratike, Partia Socialiste dhe Partia Mundësia, tre subjekte që kanë paraqitur ankimimet. Kandidati për deputeti i koalicionit opozitar Blendi Himçi ka ngritur shqetësime për mënyrën se si po trajtohen fletët e votimit, të cilat sipas tij janë të parregullta. Fletët që janë pa vul ose me vetëm një vul, po shpallen të vlefshme dhe po i numërohen në favor të PS-s. Kemi pamje filmike dhe po i verifikojmë edhe këtu. Kjo është një situatë skandaloze, deklaroi Himçi, duke kërkuar që kutitë që gjenden fletë të tilla të shpallen të pavlefshme. Ai përmendi raste kur fletët e konstatuara ishin pjesë të ashtëquajturit treni bullgar, një skemë e dyshuar për manipulim votash. Rinumërimi do zhvillohet me 2 faza. Fillimisht do të numërohen votat për subjektet politike dhe më pas do të kalojnë në numërim për kandidatët individual për deputet. Ky proces po ndiqet nga afër nga palët politike dhe pritet të jetë vendimtar për disa rezultate të diskutueshme në zgjedhjet e fundit. Ish kryebashkiaku i Tepelenës Tërmet Peçi është zyrtarisht në hetim nga SPAK në ndyshimet për abuzime me tendrat publik.
Agentët e Byros Kombëtare të Hetimit kanë ushtruar kontrolle në ambientet e bashkisë, ku kanë sekuestruar dokumenta dhe materiale digjitale, të cilat do të hedhin dritë mbi mënyrën se si janë ndarë tendrat. Sipas burimeve në media, agentët e BKH-s dhe prokuroria e posaçme kanë zhvilluar një kontroll të befasishëm në ambientet e bashkisë Tepelen në kuadër të një hetimi të nisur për abuzime të dyshuara me tender publik gjatë kohës kur drejtimin e këtij institucioni e mbante ish kryebashkiaku Tërmet Peçi. Sipas burimeve mediatike, gjatë operacionit janë sekuestruar dokumente dhe materiale digjitale, të cilat mund të hedhin dritë mbi mënyrën e ndarjes së tendereve në bashki dhe lidhjet e mundshme klienteliste me kompani private. Një nga kompanitë në fokus të hetimeve është edhe kompania themeluar në vitin 2017 nga bashkëshortja e drejtorit të bashkisë Tepelen Aleksandra Bami dhe shtetasi Hekuran Hoxha. Kjo kompani ka përfituar tender me vlerë 18 milion euro nga bashkitë Tepelen dhe Gjirokastër dhe 66 milion euro gjithsej nga institucione publike, përfshirë edhe projekte të rindërtimit. Një tjetër kompani, Jumenti SHPK, me të cilën lidhen të njëjtët aktor, ka marrë tokë publike dhe leje ndërtimi për ndërtimin e një thertoreje rajonale në Gjirokastër përmes një VKB-je të firmosur nga vetë Tërmet Peçi. Fondet më pas kanë përfunduar në llogarinë e Instructures. Pas largimin nga kjo kompani, Aleksandra Bami krijoi një tjetër kompani me emrin Artreum Generation, me ortak themelues Mateo Sheo, djali i pronarit të Jumentis. Kjo kompani ka përfituar një kontratë në bashkinë me Malia për ndërtimin e një ujësiellësi. Hetimet përfshin motrën e Peçit, Manjola Haska, e cila ndonse është mësuese dhe drejtuese shkolle. Rezulton përfituese e mira metrave katror tokë publike në fshatin Regjin për ndërtimin e një agroturizmi. Projekti është mbështetur me 220.000 euro fonde i part nga SZBR në ndërtimin e ish-ministres Frida Krivca. Fonde që duhet të përdoreshin për fermerit janë kanalizuar për thertoren dhe agroturizmin e familjarëve të Peçit nëpërmjet një rrjeti klientelis mes zyrtarëve lokal dhe bizneseve të lidhura me të. Nëse SPAK arrin të provojë shkelje ligjore, mandati i arshëm parlamentar i Tërmet Peçit mund të mos zgjas shumë. Gjiri të këndezave në Qeparo duket se i ka dalë pronari. Pushuesit akuzojnë gazetarin Artur Çani dhe miqtë e tij se nuk i lejon turistët që të futen në hapësirën publike të plazhit, pa bërë një pagesë që është vendosur nga ta. Një tjetër rast i zaptimit të plazheve publike ka mbërritur në redaksin ton e denoncuar me video. Jemi në gjirin e këndezave në Qeparo, ku pushuesit denoncojnë për jo që se gazetari Artur Çani së bashku me miq dhe shok ka zënë hapësirën publike të plazhit dhe nuk lejon askënd të afrohet pa paguar. Sipas denuncimit publik, Çani ka vendosur rregullat e tij duke penguar turistët vendas dhe të huaj të frekuentojnë gjirin nëse nuk janë klient të hotelit të tij. Në një video të dërguar nga pushuesi shihet momenti kur ata do bëhen nga plazhi. Përshëndetje, një tjetër rast i zaptimit të plazheve publike është regjistruar në Qeparo, konkretisht në gjirin e këndezave. Gazetari Artur Çani së bashku me shok dhe miq ka zaptuar këtë zonë dhe nuk lejon asnjë turist vendas dhe të huaj të frekuentojë gjirin pa paguar më parë në hotelin e tij. Në videon shfaqen disa turistë polak të cilët ai përzë pa pikturpi. Kjo situatë përsëritet sa herë që dikur zbret për të bërë një zhytje në gjirin e këndezave pa patur ndonjë dokument zyrtar nga zoti Çani. Alternativa që ofrohet është ose paguaj ose ik, shkruhet në denoncimin e dërguar në redaksin ton. Kosovari Liridon Rexhepi, arrestuar në Turqi si menaxher i rrjedhit financiar të Mossadit, rrezikon 35 vite burg për akuzat e ngritura nga zyra e hetimeve për krime terroriste në Stamboll. Sipas akuzës, Rexhepi vepronte si arka e shërbimit të inteligjencës izraelite dhe paguante para për të marrë informacione të inteligjencës. Një padi që kërkon deri në 35 vjet burgim u ngrit kundër të pandehurit shtetas kosovar Liridon Rexhepi, për të cilin ishte përcaktuar se po menaxhonte rrjetin financiar të Mossadit në Turqi. Sipas saktë akuzës së përgatitur nga zyra e hetimit të krimeve terroriste të kryeprokurorisë publike të Stambollit, u rikujtua se Rexhepi hyri në Turqi nëpërmjet aeroportit të Antalyas më 24 gusht 2024. Si rezultati punës së koordinuar midis organizatës kombëtare të inteligjencës dhe Departamentit të Antiterrorit të Policisë së Stambollit, Rexhepi është ndaluar më 30 gusht ndërsa ju arrestua më 3 shtator. Në akt akuzë theksoi se Rexhepi vepronte si arka e shërbimit të inteligjencës izraelite, ndërsa thuhet se i pandehuri ka realizuar transferta parash me individ vendas dhe të huaj që ishin të përcaktuar se punonin për Mossadin dhe të cilët po ndiqeshin nga zyra e kryeprokurorit publik për krimin e spionazhit
dhe se këto transferta ishin bërë me qëllim të marrjes së informacionit të inteligjencës. Aktakuza theksoi se Rexhepi në bashkëpunim me Mossadin u përfshi në aktivitete spionazhi duke përdorur dronë që bënin fotografi dhe video të zonave ku jetonin disa shtetas palestinez që jetonin në Stamboll. Aktakuza theksoi se Bostepe kishte bërë pazare për një pagesë në këmbim të vendeve të xhirimit, ku ndodheshin qytetarët palestinez të cilët kishin gjetur strehim në Turqi për shkak të sulmeve të nisura nga Izraeli kundër Palestinës dhe të cilët përgjithsisht jetonin në rreth Buyuk Çekmeçe dhe Başakşehir të Stambollit. Mëtej në aktakuz thuhet se pas incizimeve në fjalë të pandehurit Bostepe, janë transferuar para nga persona me emrin Ardit Jusufi dhe Festim Jusufi në emër të pandehurit Liridon Rexhepi dhe ishin regjistruar si Bostepe, ka kryer krimin e spionazhit duke vepruar së bashku me Rexhepin dhe një person të pa identifikuar me emrin Abdullah. Bostepe tregoi se pranoi kërkesën sepse fitonte para përmes incizimeve, se më vonë kishte rënë dakord me këtë person për incizim disa herë të tjera, se tarifa për të cilin kishin rënë dakord ishte dërguar nga persona të ndryshëm nëpërmjet Western Union dhe se nuk i dyshonte këta persona sepse mendonte se po punonin me Abdullahun. Ai gjithashtu pretendoi se nuk kishte lidhje me personat e huaj që i dërgonin para dhe se nuk i njihte këta persona. Aktakuza kërkonte që të pandehuri Liridon Rexhepi dhe Ildiraj Bostepe të dënoheshin me nga 18 vjet e 9 muaj deri në 35 vjet burg për spionazh të njëpasnjëshëm politik ose ushtarak. Gjykimi të pandehurve do të fillojë në ditën e vijim brenda fushëveprimit të aktakuzës së pranuar nga Gjykata e Lartë Penale. Presidenti Amerikan Donald Trump ka akuzuar Iranin se nuk pranon një marrëveshje për armët bërthamore dhe se do të ketë pasoja të rënda nëse nuk i ndalon sulme ndaj Izraelit. Trump paralajmëroi banorët e Teheranit që të evakuohen menjëherë dhe shtoi se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore. Tensionet në lindjen e mesme kanë hyrë në një fazë alarmante ndërsa përplasjet ushtarake mes Izraelit dhe Iranit janë në ditën e 5 me viktima të shumta në të dyja anët dhe shqetësime ndërkombëtare për përshkallëzim të mëtejshëm. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka paralajmëruar qytetarët që të evakuohen menjëherë nga Teherani, duke akuzuar Iranin për refuzim të një marrëveshje bërthamore dhe kërcënuar me pasoja më të rënda nëse sulme ndaj Izraelit nuk ndalen. Irani nuk mund të ketë armë bërthamore. E kam thënë vazhdimisht, të gjithë duhet evakuohen menjëherë nga Teherani, shkroi Trump në platformën e tij sociale. Ndërkohë në samitin e G7-s në Kanada, udhëheqësit botëror lëshuan një deklaratë të përbashkët, duke bërë thirrje për ulje të tensioneve dhe duke theksuar se Irani nuk duhet të ketë kurrë armë bërthamore, ndërsa konfirmuan të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje. SBA, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania, Italia, Kanadaja dhe Japonia, së bashku me BE-n, dënuan ashtë për përshkallëzimin dhe theksuan nevojën për ruajtjen e stabilitetit në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Presidenti Amerikan Donald Trump u largua herët nga samiti duke përmendur si arsye situatën emergjente në lindjen e mesme. Ai hodhi poshtë deklaratat e presidentit francez Macron, i cili sugjeroi se SBA-t kishin propozuar një armë pushim. Gabim, ai nuk e ka iden pse po kthehem në Washington, shkroi Trump. Mediat iraniane raportuan shpërthime në Teheran herët të martën si dhe aktivizim të mbrojtjes ajrore në Natanz, ku ndodhen qendra të rëndësishme bërthamore. Izraeli konfirmoi se kishte goditur objektiva ushtarake iraniane përfshirë magazin armësh dhe hedhëse raketash. Ndërkohë sirenat testuan meteoror u dëgjuan në Tel Aviv, Jerusalem dhe qytetin bregdetar të Herzlias, ku raportohet dëme materiale dhe viktima. Sipas autoriteteve, 224 iranian janë vrarë, shumica civil, ndërsa Izraeli raporton 24 viktima dhe afro 3.000 të evakuar. Sipas mediave, Irani ka kërkuar Katarit, Omanit dhe Arabisë Saudite të ushtrojnë presion ndaj Trump që t'i kërkojë kryeministrit Izraelit Benjamin Netanyahu të pranojë një armë pushim të menjëhershëm në këmbim. Irani do të shfaqte fleksibilitet në negociata bërthamore. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araki deklaroi se nëse SBA-t janë të sinqerta për diplomacinë, atëherë Izraeli duhet të ndalë agresionin, përndryshe përgjigjja jon do të vazhdojë. Zonja dhe zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.